Ju falenderoj për pranin tuaj në këtë mbledhje komemorative, në ndërim të jetës, veprës dhe kujtimit të një njeriu që i dha shumë komunitetit ton, aktivistit të palodhur, Mentor Kaçi. Sot nuk jemi këtu vetëm për të shprehur dhimbjen për ndarjen e tij nga jeta, por për të rikujtuar angazhimin e tij qytetar, zërin e tij në shërbim të së mirës së përbashkët dhe gjurmën që ka lënë në jetën publike e shoqërore të Gjakovës. Në shenjë respekti e mirënjohje për veprën e tij, në vijim të kësaj mbledhje do të dëgjojmë fjalët përkujtimore. Po e nisi me fjalën e kryetarit të komunës së Gjakovës, zoti Ardian Gjini. Shumë nderuar familje Kaçi, i nderuar kryeministër, ministra, deputet, bashkëpunëtor, miq të Mentor Kaçit, të nderuar e të dashur bashkëqytetarët mi. Sot është një moment kur gjithë ne i japim lamtumirën e fundit një bashkëqytetarit ton të jashtëzakonshëm, ekzemplar. Deri sot një copë të historisë sonë, sa ajo ka qenë mentori, ka qenë copë e historisë sonë, kemi mund edhe me taku, me bisedu, me nda mendime. Prej sot kemi me gjetë në letra, kemi me gjetë në memorien tonë, në përkujtime, por kujtimi për të nuk ka me ushu, për shkak se vepra ti nuk ka me ushu. Fillimi i viteve 90 shekullit kalum ka qenë periudha kur në Kosovë kanë ndru idet, kanë ndru mendësit, kanë ndru epokat. E mentori nuk ka qenë vonë kur. Mentori ka qenë ndër njerëzit e parë, jo vetëm që e ka kryer punën e vet me sakrificë të pashoqe, po ka qenë edhe inspirim për shumë tjerë, për shumë prej ne, për shumë gjenerata. Tashti, nëse e shohim për një kënd vështrimi, nga njerëz që dohen në dy grupe. Grupi i parë janë njerëz që kur është zër, e gjejnë mënyrën më të lehtë. E kur është lehtë, provojnë me imponu protagonizëm. Mentori ka qenë pjesa e atij grupit parë. Mentori ka qenë eksakt njëri i cili kur ka qenë zër, e ka vu veten në rreziqet më të mëdha të mundshme, nuk ka hezitu as për një sekondë vetme. Edhe jo vetëm që ka kryer punën e vet. U thash më herët, ka qenë edhe inspirim. Përderisa kur ka nis me u bë ma lehtë, mentori nuk ka lyp protagonizëm. Fare. E kem taku në rrugë, në përzyra, kom bisedu me te. Kur nuk është nalë, të menu se qysh muj me e bo dhe një hap ma përpara, si vend. Jo vetëm si Gjakovë, po si Kosovë. Kur as njëherë. Qarë do bisede me te? Ka qenë edhe një ide ma shumë, edhe një nëzitje ma shumë, për se cilin prej nesh. Po nuk ka lyp protagonizëm. E dashur familje Kaçi, duheni me qenë krenar, që e keni pas. E di që dhembja sot është e madhe për ju, si që është për shumë kënd. Mirë po, jeta gjithqysh kputet një ditë. E lumë ata që kanë lënë emën për vete, për familjen, e që na kanë bo jetën neve më të lehtë edhe sfidën më të lehtë me sakrificën e vetë. I qofti lehtë dheu i Kosovës, edhe njëherë bashkëshortës, djemve, miqve, dashamirve, gjithë juve ngushëllime edhe qofshi me jetë gjatë e kujtofshi ashtu që është mas miri, si kur gjithë ne. Faleminderit. E nderuara familje Kaçi, të dashur qytetarë të Gjakovës dhe ju të tjerë të pranishëm, i nderuari nënkryetari i Kuvendit të Republikës Ardian Gola, i nderuari ministri i Arsimit dhe Shkencës Harollah Qeku, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës Arbria Nagausi dhe Mimoza Shala, të nderuar kolegë nga institucionet e shtetit në legjislativ, në ekzekutiv dhe në mekanizmat e tjerë të Republikës, i nderuari Ekrem Kryeziu, bashkëveprimtar i Mentor Kaçit, të nderuar klerik fetar, zonjë dhe zotëri, motra dhe vëllezër të nderuar, pjesëmarrës, jemi mbledhur sot para se t'ja japim lamtumirën e fundit fizikisht Mentor Kaçit, një patrioti, një artisti, një veprimtari modest, por jashtëzakonisht produktiv.
Siç e tha dhe kryetari i komunës Gjakovës, Ardian Gjini, ai i përkes të atyre njerëzve të cilët nuk dëshironin protagonizëm, por bënin krejt çfarë dinin e mundin për lirinë e popullit, për Kosovën Republik, për bashkimin kombëtar. 2 herë i burgosur politik, një herë në vitin 1981 5 vjet i dënuar, e pastaj në vitin 1991 7 vjet i dënuar, 12 vjet burg gjithsej, në kohra teje të vështira, kur shumë njerëz kanë hezituar edhe të përshëndeteshin me antarët e familjes së tij se lëre më të bashkoheshin apo të ndihmonin ata. Me ndërkohë që do ta kujtojmë edhe për banesën e tij të vogël, po me zemër të madhe, që besoj shumë prej jush e kanë vizituar, e unë pata rastin e fatin që këtë ta bëj para një viti në janarin e vitit kaluar, atëherë kur aty s'kishe se ku uleshe prej pikturave të tij të mëdha, të cilët ta mbyllnin shikimin, por edhe s'mund t'u ndaje syt. Krijues i mirë, artist i madh, i cili e kombinonte estetikën me patriotizëm. Pra nuk ishte veç një person i cili e donte dheun e të parëve të vet, po njëkohësisht e donte edhe të bukurën. Nuk i mjaftonte etika, por pradhonte edhe estetik, pra edhe e mira edhe e bukura bashkë. E një jetë është mëse e mjaftueshme kur e ke talentin e tij për art, e kur e ke edhe mendjen e tij për krijim, e kur e ke edhe dashurinë e tij për vendin tonë të përbashkët. Andaj, ndonë se një vdekje e papritur, kjo është vdekje fizike e një jete që ja ka vlejtur fort. Po një jete që ja ka vlejt fort për mentorin, e që ja ka vlejt fort edhe për të gjithë ne, të cilët shumë gjatë do të kujtojmë, e madje edhe breza tjerë të cilët do të mësojnë prej tij. Pak njerëz e dinë, sepse mentori nuk e ka treguar, që është ndër të parët që i ka qep uniformat e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ai bashkë me shokët e tij i kanë qep uniformat e UÇK-s, bartësës së kryengritjes armatosur e çlirimit të popullit tonë. E unë po vi sot këtu nga Qirezje, nga Ligoshani, sepse pikërisht me 28 shkurt e shënojmë përvjetorin e masakrës së parë të luftës së fundit kundër Serbisë, në të cilën u vrau 20 martir e 4 dëshmor, 2 të familjes Regjepi e 2 të familjes Gjeli. E në mesin atyre 20 vrarve është Rukia Nebiu, një nën 27 vjeçare, 7 zënë në muajin e 7. E pra, kur ne i kujtojmë martirët e dëshmorët, duhet i kujtojmë edhe veprimtarët, të cilët kanë punuar aq shumë për çlirimin tonë të përbashkët, i cili përbëhej nga antifashizmi e nga antikolonializmi, i cili nuk ishte synim dominimin e të tjerëve, por lirinë tonë. Prandaj është vështirë të gjendet në një luftë kaq e drejtë, kaq e pastër sikur se kjo e jona, e ata të cilët kontribuan, ata që sakrifikuan, do të na bie në këtë pranverë t'i kujtojmë e t'i përkujtojmë për ditë, sepse pranverat tona janë të mbushura me njerëz të cilët u fliuan në mënyrë që ne t'jemi të lirë edhe t'a gëzojmë njëri. E më lejoni që krejt në fund edhe një herë ta përshëndes Ekrem Kryeziun për një arsye të thjeshtë. Ju gjithë e keni parasysh atë fotografinë ikonike të gjyqit Serbisë, ku i keni 4 burrat mëj. E keni Mentor Kaçin, e keni Ukshin Hotin, e keni Halil Alidemajn, edhe e keni Ekrem Kryeziun. Ekrem Kryeziu është i vetmi që është i gjallë fizikisht sot me ne këtu, edhe që në këtë lam të mirë të fundit për Mentor Kaçin, natyrisht na e madhështon të bimin, sepse na e bën më të lehtë këtë ndarje nga Mentor Kaçi, nga ky mentor i patriotizmit e i artit
të popullit shqiptar. Lavdi veprës dhe jetës së mentorit, u pret në paqe, i qoftë i lehtë dhe i Kosovës. Sot s'mujt flas shumë, po më tradhën zëri dhe emocionet, po do të sjell kujtimet e babit si prind, si gjysh. Kohët e fundit babi ka pikturu më shumë. Edhe kur donatit i lindën vajzat, pastaj edhe mu fëmijët djemt, babi u lumturu shumë, u gëzu shumë. Edhe gjua e përbashkët me ta ishte piktura. Ata i bënin vizatime, e babi i bënte piktura. Kjo ishte gjua atyne dhe kështu knaqë shumë. Edhe si përfundim shtëpi tona u mbushën me piktura. Dhe këto do t'jenë kujtimet e babit, do t'a kujtojmë gjithmonë, ashtu si që ishte i thjesht, i dashtun për të gjithë. Edhe njerë ju falenderoj shumë që keni ardhur për t'i thënë lam të mirën e fundit. E vlerësoj shumë, edhe unë personalisht, po dhe familja janë. Tani ju ftoj që ta përcjellim për në banesën e fundit. Faleminderit. Marrjen e për respektin që sot ja kushtuan kujtimit e tij. I përjetshëm qoftë kujtimi për mentor Kaçin.